Zoti Peci ka pasur eksponent të Lidhjes Demokratike të Kosovës, faktikisht deputet të Lidhjes Demokratike të Kosovës, që kanë thënë që jo në ora 10 do duhet të ishin në burg dhe jo në seancën konstitutive. Si është kommenti juaj? Unë di që ai që ka bënë fyrje të tillë është konsumues i 4 veprave penale. Edhe për çka unë i kam deponuar në prokurori dëshmit me prova materiale SMS, edhe ku ka dhe dëshmitar që ai ka dashur gjatë procesit zgjedhor të inskenoj kënse dhënia e përkrahjes për sektorin e policisë është dhënë me rishvet. Kështu që një diçka është e sigurt, herë do kur ai personi do të gjinet prapagriljave, ndoshta ai ndin thellë që aty do të përfundon edhe për këtë paraqet mesazhet. Ai ne i gatshëm të deklaroheni para prokurorisë ose para drejtësisë në rast që ju kërkojnë gjithë 24 orë edhe për disa pretendime të fundit. Do të gjatë javës kam dhënë këtë shpjegimet edhe kret edhe ku më i shkëplu edhe demantu shumë këtë sikurse i kam demantu gjatë gjithë kohës mandatit posaçërisht vitin e fundit për shkak se janë ministri ndoshta që më shumë të hapet shpifje dhe dezinformata në raport. Pse zoti Peci ka vesh për ty, po thoni ministri më ja tregon pse? Ndoshta, ato po pyetni ata që janë do të thotë shpif skujdestar. Që në të vitë dhe në arsye. Në diçka është e vërtetë, do të sa më shumë që has në përkrahje qytetare, njëri mund të krijojë armiq të vërtetë. Kështu që sipas gjasa unë kam krijuar armiq të vërtetë nga përkrahja e madhe qytetare, po unë asnjëherë nuk lëvizi nga pjesa e rrugës të ndjekjes së interesit publik qytetar. Faleminderit.